Vetëm një ndërhyrje për fëmijën e tretë. Ky është një premtim konkret i bërë nga Partia Demokratike, duke pasur parasysh që Shqipëria po shpopullohet dhe agenda për shpopullimin e Shqipërisë që i ka larguar shqiptarët nga sytë këmbët ka sjellë që ne jemi më pak se 2.400.000 banorë. Ne kemi dhënat tona alternative që nuk i besojmë instatit dhe Bashkimi i Familjes Shqiptare në këtë rast që është ndarë për gjysma jeton në Shqipëri, gjysma jeton jashtë saj, është domosdoshmëri e para, prandaj do krijohet dhe Ministria e Familjes. Unë kam qenë një nga ata njerëz që kam shkruajtur programin e Partisë Demokratike për sa i përket riaddësimit shqiptarëve, kujdes jo ripopullimit Shqipërisë. Rama kërkon të sjellë emigrantët afrikanë dhe ta kthejë Shqipërinë në kamp masiv refugjatësh, jo vetëm në Gjadër, por edhe në disa pjesë tjera, kur kemi parasysh dhe atë që tha kryeministri Bavares që janë dhe unë interesuar për të sjellë emigrantët e palishëm të Myniut drejt Shqipërisë, apo kostoja e një emigrantit palishëm Britaninë e Madhe del më lirë në Shqipëri se sa në Ruanda. Pra, ne duhet ndajmë mendjen, kemi prioritet turizmin apo kampet masive të refugjatëve. E ndodhur në këtë situatë, Shqipëria po përjeton agendën e shpopullimit dhe prandaj është domosdoshmëri mbajtja nga qeveria në këtë rast e fëmijës së tretë. Sepse vetëm duke forcu familjen, ne mund të rikthejmë edhe Shqipërinë të paktën 3 milion.